Leonora Jakupi është një emër i dashur për publikun. Ajo ka fituar zemrën e publikut, jo vetëm për zërin e saj, por së fundmi edhe për mesazhet pozitive që jep si opinioniste në Big Brother VIP. Për posanës profesionale, ajo që ka më shumë interes është jeta private e këngëtares, për të cilën ajo është munduar gjithmonë ta mbajë hermetike dhe jashtë vëmendjes së publikut. Një nga arsyet që Leonora nuk ka postuar asnjëherë foto me partnerin e saj është fakti që ai nuk ka dashur që lidhja e tyre të bëhet publike, sepse, siç është shprehur dhe Leonora, ai nuk është tip që do vëmendjen e medias. Por, pavarësisht kësaj, ai para disa kohësh gjeti një mënyrë, pikërisht nga media, për t'i treguar Leonorës se sa e donte. E ftuar në një emision, këngëtarja është surprizuar nga drejtuesja e emisionit, e cila i dha një letër të shkruar nga partneri i saj, i cili i kishte dedikuar fjalë emocionuese Leonorës, ku i thoshte: "Të shkruaj për ty nuk është e lehtë dhe fjalët nuk më vijnë menjëherë. Të duash një person si ty është sa e lehtë, aq edhe e vështirë. E çfarë mund të bëj tjetër për ty, më shumë se sa të dua? Edhe pse e di unë po ta them përsëri, të dua me forcën e gjithë shpirtit tim." Leonora u prek nga këto fjalë dhe u përlot teksa shtoi: "Ne kemi 9 vite bashk dhe i njohim shumë mirë njëri tjetrin. Tani po përgatitemi për një dasëm jo shumë të madhe." Dhe kur përgatitjet për dasëm filluan, marrëdhënia e çiftit pësoi një krisje të fortë. Kur po pritej dasma, Leonora i dha fund lidhjes me biznesmenin nga Kosova. Burime pranë çiftit bën me dije se pas një konflikti që patën, vendosën që t'i ndajnë rrugët e tyre të jetës. Ishte pikërisht ky moment që shkatroi marrëdhënien e tyre dhe i çoi në një rrugë pakthim. Një lidhje 10 vjeçare që përfundoi me ndarje nuk ishte e mirë as për Leonorën dhe as për biznesmenin, ndërkohë që këngëtarja ka vendosur të mos jap asnjë intervistë në lidhje me këtë pjesë të jetës së saj që e ka lënduar jashtë mase.